Ka një moment në jetën e një vendi kur skandalet nuk janë më thjesht lajme. Ato bëhen diagnozë. Rasti i fundit që bëri xhiro në rrjetet me sekuestrimet miliona euroshe të Beqirit, Agasit dhe Karçanajt nuk është një histori individuale për disa emra që sot janë në nënhetim. Është një pasqyrë brutale i sistemi që ka funksionuar për vite me radhë, ku pushteti, përret publike dhe lidhjet personale janë përzierë në mënyrën më të rrezikshme të mundshme. Për vite të tëra, qytetarëve u është kërkuar të besojnë një narrativ se disa individ të thjesht, pa mundësi, madje edhe të përndjekur nga padrejtësitë, meritonin mbështetje, favore apo edhe simpati publike. Sot rezulton se pas kësaj fasade, fshihen pasuri marrëmendse, vila, toka, apartamente, llogari bankare dhe mjete luksi që nuk mund të justifikohen me asnjë histori varfërie. Kjo nuk është thjesht hipokrizi, është manipulim i qëllimshëm i opinionit publik. Nëse këta individ kanë qenë realisht të afërt me nivelet më të larta të pushtetit, atëherë problemi nuk është më vetëm penal, është politik dhe moral, sepse lind një pyetje e thjeshtë, por veç shkatërruese.